Vetëm një ditë më parë, publikova listën e pajisjeve të cilat mungojnë në QSUT dhe që vetë drejtoria e QSUT-s ka kërkuar zyrtarisht në faqen e saj qytetarëve që të kontribuojnë që këto pajisje të sigurohen. Janë pajisje teje të rëndësishme, jetë shpëtuese, diagnostikuese, dhe që në fakt shteti shqiptar nuk ka para për këto pajisje, sako QSUT kërkon në publik, i kërkon publiku të gjerë për të bërë donacione, pra të jap para për të blerë këto pajisje. Gjithashtu unë publikova edhe vlerën e përafërt duke lëshuar pak dorën se sa do të ishin kostot e këtyre pajisjeve të cilat janë publikuar nga vetë QSUT-ja. 3.4 milion euro. Çfarë ndodhi më pas? Më pas ndodhi që në faqen zyrtare të QSUT-s të gjitha kërkesat për donacione, pra që i drejtohen publikut, donatorëve, qytetarëve, atyre që kanë mundësi të fshihen. Pra, kjo është në faqen zyrtare të QSUT-s, në sektorin e donacioneve, ku tashmë nuk ndodhen më, pra kërkesat për donacione. Por ndërkohë unë e dija këtë gjë që do fshiheshin, e për këtë arsye i kam bërë screenshot përpara se të publikoja dokumentin e ditës së djeshme dhe konkretisht kam këtu dokumenta të reja të cilat gjithashtu janë një lloj skandali për qeverinë shqiptare, jo për QSUT-n. QSUT-ja ka nevojë, janë skandal për qeverinë shqiptare që nuk çon para për të blerë pajisje për shërbime, sepse ka nevoja shumë të mëdha, por i çon te koncerti i Kanye West 4 miliard lekë. Tani kuptojeni vetë kush është emergjenca. Ditën e sotme do të publikoj dokumenta të reja të kërkesave për donacione që QSUT ka bërë në faqen e saj dhe që i ka fshirë tashmë pas atij skandalit publikuar ditën e djeshme dhe që tashmë nuk e di se çfarë do ndodh me këto. Janë në mungesë, janë në nevojë, por ama nuk e di më nëse qeveria do e shikoj këtë si urgjente për t'i siguruar. Në vijim të procedurës për instalimin e pajisjes angiograf monoplan, QSUT është në pamundësi për kryerjen e punimeve për përshtatjen e ambientit për instalimin e pajisjes angiograf monoplan. Për këtë arsye kërkohet donacioni nga qytetarët. Po ashtu, një tjetër kërkesë, shpallje kërkese për donacion, e cila gjithashtu është fshirë nga faqja zyrtare e QSUT-s. Shërbimi i okulistikës po përballet me një fluks të shtuar pacientësh. Për këtë arsye kemi nevojë për materiale mjekësore për ndërhyrjen e kataraktës. Pra, për ndërhyrjen në lente, ka qenë një vit e gjys që QSUT-ja nuk ka çuar, pra Ministria e Shëndetësisë, shteti shqiptar nuk ka çuar lente tek okulistika dhe për këtë arsye një vit e gjys pacientët kanë pritur. Të gjithë ata që kanë shkuar në atë shërbim e dinë, ndërkohë që vetë QSUT-ja ka shpallur donacion për lente. Pra, nuk ka para shteti shqiptar, për këtë arsye shpallet donacionin drejtim qytetarëve, na ndihmoni ju se ne nuk kemi. Konkretisht nëpërmjet kërkesës për donacion nga shërbimi i imazherisë dhe kardiologjisë është propozuar mundësimi i sigurimit të një prej kiteve si më poshtë. Janë kite, nuk i njoh termat e tyre. Ky kit do të diagnostikojë në kohë dhe më pas do të trajtojë amiloidazen kardiake, e cila është një sëmundje progresive e cila mund të çojë në ngurtësim të murit të zemrës dhe insuficiencën kardiake. Pra janë nevoja teje të rëndësishme, jetë shpëtuese, por që QSUT-ja për shkak se nuk ka para vetë, QSUT-ja nuk ka para dhe i kërkon qytetarëve sepse qeveria nuk i jep para QSUT-s. Sikundër edhe në shërbimin e kardiokirurgjisë është bërë një kërkesë për donacion për pajisjen ECMO, një pajisje e cila është gjithashtu jetë shpëtuese në momentin kur zemra nuk e kryen funksionin e saj, sikundër edhe mushkëria. Shërbimi i kardiologjisë pranë QSUT-s kërkon instalimin e paketës avancuar ekokardiografike. Pra, për një aparat në 2 aparaturat ekzistuese GE Vivid T8. Dhe instalimi i këtij moduli do të mundsonte diagnostikimin më të hershëm dhe më të saktë të pacientëve me kardiomiopati. Gjithashtu bëhet një tjetër kërkesë për donacion në shërbimin onkologjik, bëhet fjalë për një sistem të avancuar softwareik Limbus Contour për konturimin automatik me inteligjencë artificiale. Pra në spitalin onkologjik ku s'ka brakiterapi, s'ka PET-ska, nuk ka ilaçe, kërkohet që të implementohet inteligjenca artificiale dhe kjo kërkohet që të bëhet me anë të donacioneve. Nuk mbarojnë kërkesat për donacion
Pra aq nevoja ka QSUT-ja, janë nevoja jo QSUT-s, por të pacientëve shqiptar të cilët vinë në QSUT dhe nuk diagnostikohen, nuk trajtohen si mungesë këtyre pajisjeve. Shërbimi i neurokirurgjisë kërkon mbështetjen me anë të një donacioni të një sasie të kufizuar të substancave specifike si gliolan, ICG e të tjerë. Shërbimi i kirurgjisë kardiovaskulare kërkon gjithashtu që të është identifikuar domosdoshmëria për realizimin e një ambienti të plumbuar, dhomb hibride i cili do të mësoj në të ardhmen instalimin e pajisjeve me rreze X. Shteti shqiptar nuk ka para për spitalet, për shëndetin e shqiptarëve, por ka para për koncertin privat të një këngëtari, duke i dhënë 4 miliard lek se nuk duhet të turpërohet Shqipëria. Po a turpërohet Shqipëria me pacientët, me jetën, me shërbimin, me trajtimin? A kanë këta ndjesi se po turpërohen përpara shqiptarëve, apo më rëndësishme është propaganda në raport me një këngëtar të huaj, i cili tek e fundit mori parat dhe iku në vendin e tij, jeta vazhdon për të njësoj më me shumë lek në llogarinë e tij. Po jeta për shqiptarët si vijon? Aty ku luhet jeta dhe vdekja, shërbimi, trajtimi, mungesat e pajisjeve, mungesa e shërbimit, e diagnostikimit, e cila ka pasojë jetën, shkon në vdekje. Ndërkohë do kishin mjaftuar parate këtij koncerti, sikundër edhe parate Kopshtit Eden, 4.3 milion euro, rreth 4 miliard lek, në total 8 miliard lek që shteti shqiptar i ka çuar tek Kopshti Eden, tek kryeministri, nuk ka asnjë vlerë publike, dhe tek koncerti i Kanye West. Nuk duhet llogaris këtu pastaj mungesën e incineratorëve Tigri 1 dhe Tigri 3, satelitët, rrugët e çfarë do tjetër që kanë qenë shpenzime të kota. Koha i ka treguar e që do ishin shpenzime shumë të vyera, sidomos për shëndetin e qytetarëve e shqiptarëve.